Sa fshi rrugët. Ku i lashmi? Përshëndetje. Dëgjoj mirë besoj, ja? Një sekundë. Bukur. Ja shumë bashkë sa. Një sekundë të më të kam lënë hapur. Si fillim ju këshilloj të mbyllni mikrofonat, por në rast nevoje të ndërveprimit, pra kur flasim bashkërisht, pastaj ai që do të flasë sigurisht duhet të hapi. Në të kundërt nuk komunikojmë dot. Si që dini, unë kam planifiku që sot edhe nesër të punojmë një qik me recetën, është momenti i fundit që unë mund të ndihmoj në këtë drejtim. Do të uroja me zemër që mos kishit fare nevojë për një gjatë të tillë, por përvoja më ka mësuar që 1% e vogël e studentëve ka nevojë dhe për një, se thosh, dhe një mbështetje të fundit. Kështu që unë po bëj share të ekranit tim me tuin dhe besoj tani ju shikoni vetëm një ekran të bardhë apo jo. Bukur. Kjo është mënyra se si ne kemi mësuar dhe studentët e farmacisë për recetën. Është e rëndësishme që të dy palët, mjekët dhe farmacistët, të kenë të njëjtin kuptim dhe njohuri i bazë për recetën, në të kundërt receta do ta humbte esencën e vet. Pra, ju e dini që mjeku do të komunikojë me farmacistin lidhur me barnat që do të marrë pacienti. Por duke qenë se mjeku dhe farmacisti ndodhen në dy mjedise të ndryshme, pra tjetër vend farmacia, tjetër vend dhoma e mjekut, dhe me qenë se komunikimi mjek-farmacist lidhur me barnat që mjeku përshkruan duhet të jetë dokumentuar, atëherë nevojitet një mjet, që është receta. Tani mbani parasysh që për barnat që rimbursohen ka dhe një sistem elektronik të komunikimit me mjekun, me farmacistin, por që dhe në këtë rast, në princip, aplikohet i njëjti koncept. Nuk ka nevojë të shpjegoj faktin që detyrat e mjekut lidhen thelbësisht me dy gjëra: diagnostikimin dhe trajtimin, ndërsa detyra e farmacistit është këtë trajtim t'ia ofroj pacientit
sepse me ligj mjekut nuk i lejohet të mbaj barna me përjashtim të barnave të urgjencës në mjedisin e tij të punës, pra i ofron trajtimin. Farmacisti duhet të transmetoj me besnikëri edhe gojarisht çfarë juve në recetë keni shkruar lidhur me përgatitjen e dozës të vaktit dhe intervalin e administrimit, pra regjimin e dozimit, dhe mundësisht funksionoj dhe si filtr në sensin që në qoftë se nga pakujdesia, nga pavëmendja, ose ndonjëherë dhe nga badia, trajtimi që përcakton mjeku dhe që shprehet në recetën mjekësore, nëse ka ndonjë gabim, paqartësi, kundërvendje, farmacisti me fjalë ta konstatoj dhe pastaj të rikomunikoj me mjekun, me qëllim që pacientit të shkojë trajtimi i saktë. Ju jeni të lirë të më pyesni për çdo gjë, unë po përpiqem të them gjërat thelbësore. Në classroom keni në materiale dhe recetën mjekësore ku gjeni ushtrime nga ku do të merren edhe për provimin e mundshëm. Por përpara se ty më ke receta, bëjmë një diskutim rrugët e administrimit dhe format farmaceutike, sepse në punën tuaj si mjek, mbasi keni vendos diagnozën dhe keni përcaktuar se cilat barna, në kuptimin cilat molekula të barnave janë përshtatshëm për trajtimin e kësaj diagnoze apo të këtyre diagnozave, sepse pacienti mund të jetë me më shumë se një sëmundje. Gjëja e parë që do bëni është përcaktoni rrugën e administrimit. Unë nuk do të hyj në detaje për rrugët e administrimit, por jeni ju që do të përcaktoni rrugën e administrimit. Mbasi keni përcaktuar rrugën e administrimit, atëherë juve do të përcaktoni dhe formën farmaceutike të përshtatshme për këtë rrugë administrimi. Pra, kujdes. Për ato koncepte që juve nuk keni fort të qartë, ju lutem më thoni. Kjo është e sakta, kjo është gabim. Pra, nuk është forma farmaceutike që përcakton rrugën e administrimit. Kjo do të thotë, nuk është sepse ti don t'i japësh tableta, prandaj ai do t'i marrë nga goja. Ky arsyetim është i gabuar. Arsyetimi i saktë është ti don që molekula e barit të administrohet me rrugë orale dhe për këtë arsye ti zgjedh formën farmaceutike të përshtatshme për të rrugë orale që mund të jetë tableta, mund të jetë kapsula, varet. Ju lutem të fiksoni, është rruga e administrimit që kushzon formën farmaceutike që ju do të zgjedhni. Nga ky këndvështrim, tipikisht për një bar, dhe kur them bar, nënkuptoj molekulën e këtij bari, ekzistojnë forma farmaceutike të ndryshme
që neve I kemi klasifiku të ngurta, të lëngta, ose të buta. Ky është diskutimi I përgjithshëm që kemi bërë në për format farmaceutike. Për disa barna, disponohen vetëm format ngurta, sepse s'ka nevojë për të tjerat. Për disa barna të tjerë disponohen të treja këto. Në konceptin që ju keni kriju deri tani për gjërat, sigurisht ka akoma për me mësu. Por të demonstru këtë që sa po ju thash, bashkërisht marrim 2 molekula, amlodipin edhe paracetamol. Atere, a disponohen pra gjenden farmaci forma farmaceutike të ngurta që përmbajnë amlodipin? Dikush, kushdo, unë nuk kam evidencë, le të më japi një përgjigje, të hapi mikrofonin dhe të më japi një përgjigje. Format e ngurta tipike që qarkullojnë në farmaci, sepse ju recetën ke farmacisti do të çoni, janë tabletat dhe kapsulat. Pavarësisht se ne dhe ju kemi mësu dhe plurat, tipikisht këto gjenë farmaci, si forma farmaceutike të ngurta, tableta ose kapsula. Atëherë, nëse shkon në farmaci dhe kërkon amlodipin, a ka ndonjë formë të ngurtë farmacia që përmban? Ka tablet. Ka tablet. Po paracetamol? Paracetamoli ka tablet, ka dhe supos. Prit, jam ke format e ngurta, po më the supostin, Okay. suposti është ke formë e butë. Vazhdojmë amlodipinën. Në farmaci gjenë format të lëngta të amlodipinës, fjala vjen shurup amlodipine. Jo, nuk ka. Po krema, po pomad amlodipine. Jo. Pra, për këtë barë, disponohen vetëm forma farmaceutike të ngurta, tipikisht tableta. Ne nuk kemi nevojë për forma farmaceutike të lëngta apo të buta që përmbajnë amlodipin. Pra në farmaci gjen ato gjëra që nevojiten. Pavarësisht se ti po deshe prodhon shurup amlodipine, siç prodhon edhe krem amlodipine. Por puna është që këto të dyja nuk nevojiten. Po format lëngta që përmbajnë paracetamol, kemi? Po. Po, Shurup. shurup paracetamoli. Tu ka nevojë për një koment në rastin e paracetamolit, sepse në të vërtetë ajo që neve kemi nuk është shurup, është pezulli, po në këtë pikë të diskutimit nuk ka rëndësi shumë. Po ndonjë formë të butë farmaceutike që përmban paracetamol, a kemi? Supostet. Kemi supostin. Pra, tek format farmaceutike të buta, neve kemi format farmaceutike të destinuara për lëkurën,
fjala vjen krem, pomad, apo ndonjë gjë tjetër. Kemi format farmaceutike të destinuara për administrim rektal, që janë suppostet, por kemi dhe forma farmaceutike të buta të destinuara për administrim vaginal, që janë ovullet vaginale, ndonjëherë i quajnë dhe tableta vaginale. Ky diskutim është bërë në vitin e tretë dhe detajet të diskutimi keni materiali që ju kam hedhë në classroom. Por në momentin që bëhet diskutimi konkret, shikojmë që amlodipinën, një barë që ne përdorim, kush janë indikimet madhore të amlodipinës? Sepse kam iden amlodipinën e duhet të keni dëgjuar, jo pak. Është ndërkalçi bllokuesit vazal më të përdorshëm. Pra tipikisht amlodipinën ti e shef në indikacionet hipertension arterial dhe sëmundje iskemike zemrës. Amlodipina nuk përdoret insuficiencë kardiake, sepse shpesh studenti më bën këtë gabim. Tani ju nuk jeni as student, më jeni mjek -2 muaj. Amlodipina dhe kalçi bllokuesit në përgjithësi nuk përdoren në trajtimin e insuficiencës kardiake. Kështu që këto dy sëmundje trajtohen mjaftueshëm mirë, po që amlodipinën ti e jep me rrugë orale. Pra, ti vendos të japësh amlodipinën, përcakton rrugën orale si rrugë administrimi dhe me qenë se përcakton rrugën orale, i drejtohesh formave farmaceutike që disponohen dhe që përmbajnë amlodipin dhe na doli që pas ka tableta. Mjafton për ty. Kurse në rastin e paracetamolit, ju shikoni kemi më shumë forma farmaceutike. Dhe pse mendoni që paracetamoli ka më shumë forma farmaceutike? Pra për amlodipinën nuk ka shurup, po për paracetamoli ka shurup. Se përdoret nga shumë grup moshe. Bravo. Pra shikoni që në rastin konkret ke paracetamoli, diversiteti i formave farmaceutike lidhet kryesisht me grup moshat që përdorin këtë barë. Këto të dyja tipikisht janë të destinuara për moshat pediatrike. Por jo vetëm, sepse nëse një rritur ka vështirësi të galltisi tabletën e paracetamolit për shumë arsye, mund ta ketë më të thjesht ta marrin në trajtën e shurupit apo ta marrin në trajtën e supostit. Por tipikisht kemi moshat pediatrike të cilat sa është akoma 2-3 vjeç fëmia apo më e vogël, ka vështirësi të koordinohet në gëlltitje dhe për këtë arsye shurupin ja japim sa i din të pi, ose suposin ja vendosim, sepse këtu nuk është se kemi ndonjë problem të veçantë. Kjo ishte pjesa pare e diskutimit që unë doja të bëja. Pra, është forma, është rruga e administrimit që ju vendosni që përcakton se çfarë forme farmaceutike juve do të përshkruani. Në recet, detyrimisht rruga forma farmaceutike, pra jo rruga, po forma farmaceutike duhet të jetë e qartë për farmacistin.
Pastaj nisur nga forma farmaceutike, qartësohet edhe rruga e administrimit. Por, në koncept, ajo që përcakton formën farmaceutike është rruga e administrimit. Në qoftë se ka pyetje, jeni të mirëpritur. Dalim ke doza. Tani, në qoftë se juve i shikoni gjërat me kujdes, të tani që jeni vitjash këtë mundësi e keni, ju termin dozë e dini, doza është sasi. Në rastin e një forme farmaceutike të ngurtë, doza është mas dhe matët me gram. Në rastin e një forme farmaceutike të lëndët, doza është vëllim dhe tipikisht matët me mililitër. Pra le të themi sasi. Doza. Tani ju kuptoni që kemi dozën e formës farmaceutike, por kemi dhe dozën që lidhet me pacientin. Në këtë kontekst, juve më thatë që amlodipina ndodhet në tableta. Këto tabletat e amlodipinës që jemë pothuajse në çdo farmaci, sa miligram amlodipin përmbajnë, që i bjen tjetë doza e formës farmaceutike. Pra çfarë përmban tableta, që është forma farmaceutike, është doza e formës farmaceutike. Është 10 miligram për farma. 5 ose 10 miligram. Tipikisht. Pra, ose 5, ose 10, nuk mund jenë të dyja, po për arsye të shkruhet mes, do të vendos të tillë. Kjo është doza e formës farmaceutike. Doza e formës farmaceutike. Dhe ti kur shkruan recetën, nuk mjafton të thush vetëm amlodipin, që është lënda vepruese. Nuk mjafton të thush vetëm tablet, që është forma farmaceutike, por duhet detyrimisht të përcaktosh edhe dozën e formës farmaceutike. Sepse ja rasti konkret. Qofse ti thu tableta amlodipine, farmacisti do të thotë ore do 5 miligramshe apo 10 miligramshe. O që se ti nuk specifikon, farmacisti nuk ta ekzekuton, se nuk di çfarë t'japi. Kështu që kjo është e padiskutueshme në çdo recetë. Dhe nuk kam nevojë të bëj koment tjetër për momentin, për sot, për sa i përket dozës formës farmaceutike, sepse sot maksimumi që mund të merrem është me format e ngurta. Nesër që do merrem me format e lëndta, më falni, do të rikthehem dhe një herë këtij diskutimi. Tani po dal ke dozat e pacientit, apo doza që lidhet me pacientin. Pra e thënë me ndryshe, sasia e lëndës vepruese për të cilën ka nevojë pacienti specifik. Atëherë çdo pacient merr atë që quhet dozë vakti. Në qoftë se dozën e vaktit e shumëzoj me numrin e vakteve, nga ana tjetër numri i vakteve është i barabartë
me 24 pjesëtim për intervalin e administrimit. Pra, qofse numri vakteve është i barabartë me 2, intervali i administrimit sa është? Çdo 12 orë. Është çdo 12 orë. Nga ana tjetër, qofse intervali i administrimit është i barabartë çdo 6 orë, numri vakteve sa është? 4. 4. Pra shikoni që numri vakteve dhe intervali i administrimit lidhen me njëri tjetrin. Kur nuk kemi nevojën e të dim numrin e vakteve, në cilin rast? E një e boj vit 6 të diskutim, më kuptoni, vit 3, Numri i vakteve është 1 kur ai do të marrë barin vetëm një herë. dhe doza e vaktit do të jetë e barabartë me dozën e ditore. Po nuk ka rëndësi ma, ai ka një dhimbje koke që do të marrë një bar një herë dhe mbarojë e punë. Sa herë që ke administrim të përsëritur të barit, të del nevoja për numër vaktesh. Por po që se barin të administron vetëm një herë, sepse për patologjinë që ka, për problematikën që ka, për ankesën që ka, mjafton vetëm një herë ta marrë barin, atëherë s'ke nevojë për numër vaktesh. Por ky më tepër është përjashtim se sa rregull, sepse në shumicën e rasteve recetat shërbejnë për një përdorim të përsëritur të barit. Me vërtet mund të jetë në pak ditë, po gjithsesi bari disa herë do të përsëritet. Kështu që juve në rastin tipik, kur pacienti do të mjekohet për disa ditë apo më shumë me barin, jeni të detyruar të dini numrin e vakteve dhe për pasoj dini dhe intervalin e administrimit. Këtu tani ka nevojë të bëjmë 2 komente. Numrin e vakteve ose intervalin e administrimit, ju e kuptoni shenjita gjashtë për ndryshe. Tipikisht, kush e përcakton? Gjysmëta plazmatike e eliminimit të barit. Bravo. Ti e gjen tek rekomandimet, pra, unë çfarë ju kam thënë fillimisht, ka 2 dokumenta që është SMPC-ja që i drejtohet doktorit dhe pili që i drejtohet pacientit, ku të t'jepet e gatshme numri vakteve po intervali administrimit. Por në thelb, numri vakteve që këshillohet ke këto 2 dokumenta lidhet ngushësisht me të një të dytën e eliminimit të këtij bari. Sepse për sa kohë kemi një trajtim të përsëritur, dëshira jonë është që 24 orëshi të jetë vazhdimisht nën praninë e barit me qëllim që efekti të persistojë për gjatë 24 orëve. Ky është koncepti.
Tani ju e kuptoni që ka plot përjashtime. Por nuk është vendi me diskutu përjashtimet. Pra thelpsisht numrin e vakteve apo ndërvarjen e administrimit e përcakton gjysmëmjeta. Kjo ishte pika parë që duhet diskutoja. Pika e dytë. Kur të vi puna tek signatura, që është pjesa përmbyllëse e recetës, dhe ku ju jepni udhëzimin se si bari do të përdoret. Në këtë nivel, do ishte më mirë të përcaktonit numrin e vakteve, apo të përcaktonit intervalin e administrimit, të shënonit intervalin e administrimit. Pra, e thanë me ndryshe. Çdo 6 orë apo 4 herë në ditë. Intervalin e administrimit? Këto të dyja janë shumë të ngjashme, po jo identike. Praktikisht në kuptojnë të njëjtën gjë. Ju cilën do të preferonit? Kush të lesh tek të gabosh nga këto dy mënyra shumë të ngjashme të shprehjes të njëjtës gjë? E dyta. E dyta, dhe unë po jap shembullin. Ja intervali kohor, po e themi 24 orë dhe ti i thu. Administroje, mbas e kanë kalu 6 orë. Administro dozën tjetër, mbas e të kanë kalu 6 orë. Administro dozën tjetër, mbas 6 orësh dozën tjetër. Tipikisht në një administrim të përsëritur të barit, neve majmë konstant dozën e vaktit, majmë konstant intervalin e administrimit. Që kanë thënë shkollë për konstant apo konstant. Mund të dali nevoja të ndryshosh, por mbasi bën ndryshimin dhe vjen ke doza e vaktit e nevojshme, apo tek intervali e administrimit i nevojshëm, ti prap këto e man konstant. Ja 4 herë në ditë. 4 herë në ditë, po. Atëherë unë po i marr pa e pi çdo gjysmore para ditë, po marroj punë me barin. Në rregull, dhe mund 4 herë në ditë është këtu. Kështu që du të keni në konsiderat faktin që ka pacient që mund veprojnë kështu, ndërkohë që ju nuk keni këtë ndërmend, po keni këtë ndërmend. Kështu që nëse keni këtë ndërmend, përdorni më mirë intervalin e administrimit se sa numrin e herëve. Po kuptonin? E thanë me ndryshe. Shmangni konvencionin që unë e shoh në receta. Unë e kuptoj këte. Puna është sa e kupton farmacisti dhe sa e kupton pacienti. Ndryshe kjo si do shkruaj. Që nuk len shpeg për gabim. Pra juve fiksoni ke miligramët me shumë të drejtë dhe pastaj e lëshoni fare tek intervali administrimit, ke mënyra e marrjes këtyre miligramëve. Është shumë e rëndësishme dhe kjo. Kështu ju a këshilloj. Kështu nuk kontestoni do të nga kërkush. Kjo është mënyra më eksakte, precize.
jeni të tjerë të boni si doni. Por, kjo është çfarë neve formalisht ju mësojmë. Përdorni intervalin e administrimit. Mbasi bëra këto dy komente, dhe po e fshi këte, gjithashtu, duke ra dakord që duhet përdorim këte, por për diskutimin më nevojitet numri vakteve, juve e kuptoni që përveç dozës vaktit, që është doza që realisht merr pacienti, po ta shumëzoj me numrin e vakteve, unë çfarë gjej? Ditore. Dozën ditore. Ka raste kur doza vaktit është e barabartë me dozën ditore. Në cilin rast ndodh kjo? Kur është një numri vakteve? Kur numri vakteve është një, që do të thotë kur bari merret një herë në ditë. Amlodipina tipikisht merret një herë në ditë, që do të thotë doza ditore koincidon me dozën e vaktit, se ka vetëm një vakt në ditë që do të merret. Në raste të tjera është ndryshe. Tani, doza ditore është shpesh doza që këshillohet. Dhe tipikisht thuhet doza ditore është kaq, e cila merret në doza të ndara, 2, 3 apo 4 doza të ndara. Kjo doza e ndarë nuk kupton dozën e vaktit. Dhe 2, 3 apo 4 nuk kupton numrin e vakteve. Qofse më të shumëzoj me numrin e ditëve, çfarë gjej? Dozën e përgjithshme. Dozën e përgjithshme. Jo, nuk është se ka ndonjë rëndësi të veçantë për shumicën e barnave, por ka disa barna ku doza e përgjithshme nevojitet të njëjtë sepse është faktor limitues. Pra ti nuk mund ta përdorësh atë bar, po që se te kalon një dozë të përgjithshme të caktuar. Kështu që pas kemi dozën e formës farmaceutike, dozën e vaktit, dozën ditore, dozën e përgjithshme që ne interesojnë t'i dim, por të mos harrojmë që kemi dhe numrin e vakteve dhe numrin e ditëve. Të gjitha këto do të na duhen, pra do të na duhet kjo dhe kjo, në momentin që do të shkruaj recetën. Deri këtu, kemi ndonjë pakjartësi? Nuk besoj, sepse do kishte dalë, megjithatë ndjehuni të lirë. I rikthem prap formës farmaceutike. Dhe formën farmaceutike, kush e përgatit? Farmacisti. Unë po e shënoj se nuk e ke gabim, por në rastin e tabletave të amlodipinës 10 mg, farmacisti i përgatit, Industria farmaceutike. ose industria farmaceutike. Qofse juve do të kërkonit që formën farmaceutike
ta përgatisi farmacisti. A do të bënte sens që doza e formës farmaceutike të ishte barabartë me dozën e vaktit? Pra, në qoftë se unë kalkulimet i bëj kështu, jam saktë apo jam gabim? Sakt. Jam saktë. Pra, ti po ma përgatit që po përgatit formën farmaceutike, ma përgatit të tillë që pacienti marri me formën farmaceutike edhe dozën e vaktit. Me pak fjalë, në qoftë se marrë konsiderat format farmaceutike të ngurta, që siç ju thash, përfshin tabletat, kapsulat dhe pluhurat, ju mundeni të ma plotësoni tabelen në sensin që kush i përgatit këto? Unë po e them, tabletat nuk i përgatit farmacisti. Atëherë, kush i përgatit tabletat? Kjo farmacisti vetëm i numëron dhe jep se s'ka që të përgatisi. Industria farmaceutike. Por, në qoftë se përgatit industria farmaceutike, kjo jo gjithmonë mund të realizohet. Tipikisht, ose më mirë me thënë në një pjesë jo të vogël të rasteve, doza e formës farmaceutike që ka përgatit industria mund të jetë ndryshme nga doza e vaktit që ka nevojë pacienti. Në këtë rast, ju këtë do respektoni, këte apo këte. Kush është prioritare, kush është parësore, kush zonë, doza e formës farmaceutike apo doza e vaktit? Doza e vaktit. Doza e vaktit, pse? Po atë ka nevojë pacienti. Është pacienti strumbullare, gjithë tjerat vinë rrotullti. Kështu që në këtë kanë vështrim, kur e përgatit farmacisti dhe po përgatit për një pacient të caktuar, bën sens që doza e formës farmaceutike të jetë eksaktësisht sa doza e vaktit. Industria farmaceutike përpiqet që doza e formës farmaceutike të kënaqë nevojat e dozës vaktit të një pjesë dërmuese të pacientëve, po jo gjithmonë ja del. Gjithsesi një zgjidhje problemi ka. Dalim nga kapsulat, kush i përgatit potencialisht? Edhe farmacisti edhe industria farmaceutike. Bukur. Dhe pluhurat që praktikisht janë më tepër, si thush, për tadim, sepse sot shumë pak përdoren. Jeni kështu. Dakord?
Nuk merret industria farmaceutike me përgatit plura individual. Me këto merret farmacisti. Pra, me pak fjalë, sepse po që se imagjinojmë procesin gjërat thjeshtohen. Qoftë ti ke dhënë recetën për plura, farmacisti merr enën ku ka plurin e barit, tipikisht shumica e banave janë në trajtën e plurit. Merr një copë letër të vogël, e vendos në peshore dhe hedh një sasi të saktuar që është doza e formës farmaceutike dhe që është logjike që tjetë gjithashtu tjetë doza e vaktit. Pastaj, këte ose e palos, dhe ky është pluri, ose në qoftë se ka qef, e hedh në kapsull dhe ve kapakun. Pra kjo është diferenca, plur, kapak, kjo është në fani kapsull. Farmacisti mund të bëjë të dyja këto. Industria e bën këte, po s'merret me këte. Nuk do industria të palosin e për letra plurat. Pse? Minimalisht një fjalë nuk e kushte stabilitetit. Është shumë i ekspozuar mbari ndaj faktorëve mjedisor që mund të degradojnë. Thanë edhe kjo, dalim ke pjesa që juve çuditërisht e gjeni të vështirë. Gjuha e komunikimit. Thanë me ndryshe, gjuha e shkrimit recetës. Kjo gjuhë, që juve mundet të imagjinoni edhe si një gjuhë, si një programim i shkurtër në kompjuter. Nuk ka më shumë se 5, po i themi komanda, sepse në fakt ju e komandoni farmacistin, nuk i drejtoni ju lutem me përgatisni, po i thoni përgatit. Unë nuk ja them kështu farmacistëve se ngele teatri, por në fakt mjeku vepron në mënyrë urdhëruese, komanduese mbi farmacistin. Pra bëhet fjalë që të dish të shkruash recetën, të imagjinosh kush janë këto 5 komandat. Kaq. Çuditërisht ju e gjeni të vështirë, unë nuk e kuptoj arsyen. Dhe unë po filloj po ju arreshtoj këto komanda, të cilat mjafton pastaj t'i rendisni në mënyrë logjike dhe gjithçka dele qartë. Që t'i hapësh diçka një njeriu, pra pacientit apo familjarit që ka ardhur me recetë ke farmacisti. Farmacisti çfarë duhet bëjnë në fillim fare? Pra, konsideroni farmacistin si një qenie që kupton çfarë i thotë, po ai vetë si tru nuk funksionon fare. Pra ai me iniciativë nuk bën asgjë, ai bën çai ke thënë ti. Ç'a duhet bëj si fillim farmacisti?
Ju mund bëni dhe pyetjen pse ka që trashësh e po më po ishe trash farës, s'mush hiç. Kur prindi ke shpjeju e thot lutem jepi gotë ujë. Ju gjë e parë që bëni çfarë është? Po them prindjes, se si rregull jeni ju që ja kërkoni prindit, po hajt më. Gjyshi, me qenë se është plak dhe me zingret nga krevati, thot atë keqen mbes ma bjeri gotë ujë. Ti që bën si fillim? Pra, e merri gjë. Dikush thot marr ujin, dikush thot të marr ujin nga frigoriferi, dikush ujin se kam frigorifer, po ama ujin do e marri. Dikush tjetër mund të filloj nga ajo gjëja tjetër që duhet. Se ti me vërtet e morë ujtin, po nuk je pa edukat të qosh me shishe gjyshit. Çfarë merr tjetër? Gotën. Gotën. Pra ti nuk i çon dot një gjatë tjetri, po që se atë se ke marrë. Që jo, urdhri i parë, me cilën fillon çdo recet, është merr. Të thashë, du thoni, po pse më ka gjitrazhësh farmacisti? Po më ka gjitrazhësh, po nuk i the merr, ai nuk e merr. Por ti sigurisht nuk do ta shkruash në shqip që të kuptoj pacienti dhe thot po më tallën me nekta. Se ti do krijosh rolin e mjekut. Duhet që pacienti mos ta kuptoj recetën tate, pavarësisht është ekstremisht e thjesht. Atëherë ti përdor latinishtën. E si të thot latinisht merr? Recipe. Gjysmën e keni këtu. Vetë emri recet. Recipe. Pra shkretën. O doktora, po talleni me mua apo se keni halli? Recipe. Po pse keni koju për me shkryt ka gjatë, jeni doktora, jeni zënë deri në fyt. Atëherë ju bini shkurt, recipe pik. Sigurisht, kur i thut tjetri të merr, do i tregosh çat marri. Me fjalë nëse gjyshi thot tu i got me ujë dhe të tregon, ti si doktor do e tregosh ore drejt farmacistit çat marri, se pastaj ai thot mirë po marr, po ça? Kështu që mas recipe, kush do të vi? Emri i barit. Emri i barit. Tani me qenë se fillojmë latinisht, do të mbarojmë latinisht. Shumica e barnave janë gjini asnjanse, dhe emrat latin në gjinin asnjanse me çfarë mbarojnë? Tipikisht. Në rasën emërore. Me un? Me por ne nuk përdorim rasën emërore, ne përdorim rasën gjimërore. Gjindore, po. Gjinore. Dhe në qoftë në emërore mbaron me në gjindore, si konvertohet umi? Me i. Në i. Pra, paracetamolum bëhet paracetamoli. Umi kthehet në i. Dhe këtu vendos emri i barit latinisht
rasa gjenore. Por, i edhe emrin e barit, por ti duhet patjetër të vendosësh çfarë në krah. Sasinë e barit. Formën nuk e vendos dot këtu. Dozën e formës. Sasinë e barit. Sasinë ose dozën. Këtu jam dakord me juve. Ta fshikte edhe shënoj këtë që më thatë. Po gocët janë duke interaktivizu me mu, duke ndërvepru me mu, kanë rol shumë të rëndësishëm sepse duhet në një farë mënyre të shprejnë dhe mendimin e shokëve. Pra, emri barit edhe doza. Po thash doza, nuk jam i plot. Pse nuk jam i plot? Në qoftë se unë mendoj, pra unë doktori mendoj, që formën farmaceutike do të përgatisi farmacisti, për në sens që unë këtu të shënoj kë. Dozën e vaktit. Pra, në këtë rast, doza vaktit është edhe doza e formës farmaceutike. Kjo mund të ndodhi sepse po e përgatit farmacisti, ai merr aq sa ka nevojë pacienti të përgatit. Por në qoftë se forma farmaceutike vjen e gatshme, nuk bën sens të thosh do vendos dozën e vaktit, se ty po të vjen pari me dozën farmaceutike. Pra, për çfarë formash farmaceutike vlen kjo dhe për çfarë formash farmaceutike vlen kjo që u thash? E para vlen për plurat dhe kapsulat, ndërsa e dyta për tabletat. Sepse ke dhe kapsula që vinë të gatshme nga industria farmaceutike. Do thoni unë nga ta dim, po tani duhet ta disho. Pra, hiku komanda e parë e recetës. Nuk mund ketë recet pa këtë rresht. E dyta është në varësi të faktit kush po e përgatit recetën. Dhe e dyta është vetëm në kushtin kur është farmacisti përgatitësi i formës farmaceutike. Qofse forma farmaceutike ka ardhe gatshme në farmaci, e dyta, si mas sa renditi që pa e punë, nuk vlen, nuk nevojitet, është nonsens. Mise, Fiat, pika. Ne nuk i themi ka gjato, i themi shkurt, Mise Fiat. Por që shqip ju e dini Mise Fiat do të thotë përzije të bëhet. Dhe pika tregon se çfarë do të bëhet. Qofse ti ke dy plura dhe do ndi përzijesh, atëre Mise Fiat pulvis se po përzire dy plura. Plur del, nuk del lëng. Qofse i kërkon farmacistit që të përzije një plur me një lëng,
Ajo që do të dali është tretësirë dhe ti thumi se fja solucionis. Por insistoj ke fakti, vetëm kur formën farmaceutike po e përgatit farmacisti, ati mund t'i dali nevojat për zjej. Kur forma farmaceutike ka ardhe gatshme, ti s'ke çfarë përzihen. E qartë të vazhdoja, po t'i rikthehem edhe një herë. E qartë. Okej. Tani gjithë diskutimi deri në këtë pikë që kemi ardhur është për një tablet apo një kapsul apo një plur. Puna është që ne kemi nevojë për më shumë se një. Kjo do të thotë më duhet një komand që të tregoj se sa tableta apo kapsula të përgatis farmacisti, ose t'i marrë të gatshme farmacisti që e ka sjell fabrika. Por ne ndjekim një rregull. Të gjithë plurat, apo kapsulat, apo tabletat, i kërkojmë t'jenë me të njëjtën dozë, pra ne nuk themi mi jep ca tableta 200 mg, pastaj ca tableta 500 mg dhe kusurin tableta 750. Ne kërkojmë një numër të caktuar tabletash ku të cilat të gjitha të përmbajnë të njëjtën dozë. Pra, duke bërë referim dozës këtu, ne themi tales dozes numër, vendosim numrin dhe këtu tregojmë formën farmaceutike. In emri formës farmaceutike. Doli komanda 3. Tani farmacisti ka marru punë, e ka bërë gati porosin, që do të thotë, ju e morët gotën, e morët qishën e ujtë, të hollët ujtin ke gota, tani çfarë duhet bëni, do të pini vetë, Do e japim. do e japësh gjyshit. Por farmacisti vazhdon tjetë i trashmër, po nuk i the nuk e bon. Atë çfarë do t'i thosh farmacistit? Da tales dozës? Prit për mos u mërzit, se tales dozës e ke thonë një herë. Do t'i thosh jepe, por ne flasim latinisht, atëherë da, po shgjatë ore da, a ka ma shkurt. Do pik. Tani shikoni, këto të dyja, unë mund t'i lidh në një mënyrë që bën më shumë sens. Që është tales dozës numër X in, po e themi, tabuletis, shkurtap. Po kuptoni? Pra, këtu janë dy komanda bashk, e dhëna dhe numërimi i formës farmaceutike. Dhe që të respektoj fjalën që ju thash, janë 5 komanda, e fundit kush do t'jetë. Shënim mirësoja. Signaturë. Tani, ky farmacist që e ka me fjalë ka gjytrym, sa që du t'i thush merre dhe jepe, ka nevojë ti tregosh çfarë du t'i thot pacientit
lidhur me përdorimin e barit. Se ti mund të kesh thënë pacientit, po ai e ka harruar ndërkohë, duhet e thot prap farmacisti. Bile duhet të shkruaj ke etiketa. Këtë informacion ti e vendos mas së pik. Së është signa. S'kemi kohë për gjatë, shkurt. Atëre, për çfarë ka nevojë pacienti që farmacisti si mas porosisë tënde ti tregohet. Pra farmacisti merr porosinë nga ty dhe ja tregon pacientit. Për dy gjëra. Dhe çdo recetë ke signatura duhet ti përgjigjet apo ti plotësoj këto dy kërkesa. E para, si përgatitet doza e vaktit, se këte do marri farmacisti. Dhe e dyta, intervali administrimit. Po ja the, këto të dyja, çdo gjë është në rregull. Kaq ju kërkohet. Tani, unë po ju jap një shembull dhe po e lej me kaq se shoh që u lodhët. Dhe s'keni faj se të zik s'keni hangër bukë akoma. I fjell, një shembull në nënkupton 2-3 receta që çfarë ju thash teorikisht të materializoj. Recipe, paracetamoli, (0.5) datalis dozës numër 30 in tabuletis signatura 2 tableta çdo 6 orë. Kjo është recetë e shkruar sakt. Pra nuk po ju provokoj. Por ajo që kërkoj të bëjmë bashkarisht është 1-2 komente të vogla. Vëreni im, unë po përdor rasën gjinore të emrit që në emërore është paracetamolum. Kjo është korrekte. Po të shënoj paracetamolum, receta jo se nuk zbatohet, por nuk jemi korrekt. Tani pyetja është, kjo 0.5 është dozë vakti apo është dozë forme farmaceutike? Është dozë e formës farmaceutike. Atëre, ti duhet të kuptosh, mos i lexon gjithë recetën, se cila është forma farmaceutike, dhe unë ju thash, del gjithmonë forma farmaceutike. Ku e keni forma farmaceutike? Në rresht parë, 2 apo 3? Në rresht të dytë. Ja, ku e keni? Ti do t'japësh 30 të tilla, pra gjithë 30 do t'jem se cile nga 0.5 në këtë formë farmaceutike, ja ku doli tableta. Pra kjo 0.5 nuk është dozë vakti, është dozë e formës farmaceutike. Dy tableta çfarë është? Doza e vaktit. Kjo është doza vaktit. Sepse kjo të kërkohet si përgatitet doza e vaktit. Dhe duke qenë se mu kalkulimet më kanë dalë që doza e vaktit duhet të jetë 1 miligram,
atëre i bjen që të realizoj një dozë vakti për 1000 mg të marrë 2 tableta. Numri i tabletave që do të marri pacienti në momentin e marrjes barit jetë duke pestu dozën e vaktit me dozën e tabletës. Në rastin që ka marrun, për shembull, doza e vaktit më ka dalë 1000 mg. Nuk e kam tregu si i bëra llogarit. Dhe që të dalë pastaj ke shembulli i dytë, pra për të mbyll me këtë, sa udhëzime janë përdorur në këtë recetë? Katër. 1, 2, 3, 4. Nuk është përdor cili udhëzim. Misë se fijat, çfarë do të përzish, ti e ke gati. Po kuptoni? Misë se fijat, nuk ka sens të përdoret kjo recetë, sepse ti e ke gati formën farmaceutike. Sa ditë zgjat trajtimi? Pesë ditë. Si e gjete? Atëherë do gjejmë sa tableta përdor pacienti për 24 orë. Pra, Edhe je duhet- mirë dozën ditore. Ose më mirë, jem dozën ditore që t'jem pastaj edhe numrin e tabletave që realizojnë dozën ditore. Ose ta nisem katunçe. Unë marr 2 tableta çdo 6 orë. Që do të thotë, për 24 orë marr 8 tableta. Sa i bjen? 2 herë 4, 8 tableta. Apo jo? Po, Qofse për një ditë marr 8 tableta, për sa ditë i konsumoj 30 tableta? Ky është numri i ditëve. Ditën e parë 8, plus 8 ditën e dytë, plus 8 ditën e tretë u bën 24. 3 ditë e pak, 4 ditë nuk shkoj. Sa do të ishte numri për 4 ditë? $32. 32. Po për 5 ditë? 40. Po numrin e ditëve kush e përcakton? Ju e përcaktoni. Ju e dini sa ditë ka nevojë të marrë paracetamol ky pacient. Po 6 orëshin kush e përcakton? Gjysmëmjeta plazmatike. Po bim dakord ajo. Tani, po sikur dalim ke rasti dytë, gjithmonë do të referu shembullit ton lart. Numri, më falni, doza ditore të mos jetë 1000, më falni, se na doli doza ditore këtu. $4000. 2 tableta e 1000. Jemi ke rasti këtu.
ose kur doza ditore tjetë 3.000. Dhe numri vakteve tjetë 4 për çdo gjashtor. Si do shkruaj receta? Pra pacienti parë që mori këtë recetën, kishte nevojë për 4.000 mg ditë. Pacienti dytë, që vjen mas këtij, që ne do e bëjmë recetën, ka nevojë për 3.000 mg ditë. Po paracetamol tableta ka nevojë dhe ky. Ndihmoni të filloj të shkruaj. Parën me fjalë do ma jepni të gjithë se të gjithë e dini. Gjyshi ka nevojë për i got me ujë. Pra merr paracetamoli, tu që do vendos, tabletet du me dhamë prapë. Zero 5. 0,5. Ka që është doza tabletës, e kuptum nga lartë. Jep të tilla doza, nuk pa e komplikoj, për i them direkt 30 in tabuletës. Signatura. Këtu më llogarisni me fjalë. Ore, ky ka Duhet nevojë. dozën e vaktit. Atëherë, më jeni fillimisht dozën e vaktit, Doza e vaktit është doza ditore për mbi numrin e vakteve dhe del 750 mg. Por dozën farmaceutike ne kemi 500 mg. po, Dhe i bie që pacientit të japim një tabletë të plot dhe gjysmën e tabletit tjetër, një e dyta. a është në gjendje ta realizoj tek e shtëpia pacienti, Po, sepse të ndash një tablet për gjysmë është të realizueshme. Kur është problem? Kur për me marrë dozën e vaktit të dilte për shembull një numër 3-5 të tabletës. Te pacienti se bën dot, as ti që je doktor se bën dot. Po në qoftë se unë bëj kompromisin dhe them, jo çdo gjashtor për çdo tetor, çfarë ndryshimi do të bëj këtu? Do i vesh 2 tableta çdo tetor. Perfekt. Për sot mjafton me kaq. Nesër mund të takohemi dot përpara 2:30, në sensin në orën 2 fjala vjen. Nuk ka rëndësi, do mos u veni në vështirësi. Kemi leksion. Okej, perfekt, nuk ka problem. Atëherë, vazhdojmë një gjohë nesër në këtë orë. Po që nevoja shtojmë prapë javës tjetër, nuk ka problem. Ky është rasti i fundit që unë mund t'ju ndihmoj. Probabilisht nesër nuk do na mftoj 1 orë e gjys, sa që bëjmë sot për të ezauru. Po e zgjatëm atë për di që bëhemi bezdisur, kështu që mund të ndali nevoja prapë i ditë tjetër. Nuk prish punë, për ju e bëjmë me kënaqësi. Rëndësi ka që këto gjëra të kuptohen. Ju thash, s'ka ma mundësi për të kësaj të ndihmoj. Përshëndetje, drejt në mirë, fundjavë bukur për gjithë. Faleminderit, në pafshim. Kalofshi mirë. Faleminderit. Faleminderit.